Falëndrimi, hamdi takon madhnisë Allahut, ai që na krijoi në formën më të mirë, Allahu i cili dërgoi pejgamber udhërrëfyes për njerëzimin dhe dërgoi dritën e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu i cili zbriti Kur'anin dhe në këtë Kur'an për plot argumente na tregoi rrugën e qartë shpëtimit dhe të hidajetit, nëpërmjet shumë argumenteve dhe dërgimit të shumë pejgamberëve për të marrë mësim nga mësimet e Kur'anit famlart. Salate dhe selame i dërgojnë pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e ndjekin në rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, në këto minuta të veçantë të ditës Xuma do të ndalemi disa mësime të një burri të madh, të një pejgamberit që ndoshta dikush edhe emrin ndoshta nuk ja din, e që Allahu i madh e përmend Salihun alayhis salam në Kur'anin famlart. Pejgamber prej pejgamberëve të Allahut, me vazife të veçantë siç i pari dhe i fundit, eni abudullaha wajtanibut taghut. Çdo pejgamber që Allahu e ka dërguar te popujt e tyre, e ka dërguar me një mesazh shumë të rëndësishëm, ajo është për me besuar në njëshmërinë e Allahut dhe mu larguar nga çdo besim i kot. Por ne çka përfitojmë nga historia dhe njohja e këtij burri të madh Salihut alayhis salam te populli Thamud, apo i emërtuar ndryshe si Adi i Imran, që ka jetuar në Hijr. Ky popull me shumë bereqet, ky popull me shumë mirësi, ky popull që Allah i dha shumë bereqet dhe i dha umirshin me blegtori dhe me bujqësi, sa që në atë kohë ndreqshin pallate që ndoshta edhe në këtë kohë s'mujnë mja shku pallateve të kohës së tyre. Nga guri, popull që ndërtonin pallate nga guri të veçantë me arkitekturë apo me ndërtim të standardit shumë të lartë. Gjithë këto mirësi i refuzuan ky popull. Gjithë këto thanë nuk janë nga mirësitë e Allahut. Ndërsa Allahu, siç gjithë popujt e tjerë, edhe te ky popull e nxjerri pejgamberin siç e nxjerri te fisi Quraysh, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe njeriu më të pastër, njeriu më të sinqert, njeriu më të mençur dhe më të dashur, Salihun alayhis salam, e nxjerri nga ky popull. Ata filluan me përgënjeshtru, edhe pastaj Allahu për me ngrit vlerën e këtij pejgamberi ja dha një mugjizë të veçantë. Cila ka qenë mugjizja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ka qenë Kur'ani, ka qenë uji, ka qenë gishtat në tamël që i ka vënë plot. Ndërsa mugjizja e Salihut alayhis salam ka qenë Allahu nga guri e ka krijuar një deve. Ajo deve ka hangër, ka pi një ditë dhe një ditë i ka ushqyer gjithë popullin. Mirë po, gjithë ata të tjerë që kanë marrë qumësht nga ajo, kanë thonë kjo nuk është, e kanë refuzuar mirësinë e Zotit. Allahu në Kur'an thot: "Hadhihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kul fil ardillah." Kjo është devja e Allahut, e cila nuk ngjan në asnjë deve tjetër me qenjen tjetër. Vlerën dhe dobinë e saj është shenjë e qartë për ju, por ju pohoni sinqeritetin e Allahut subhanahu wa taala dhe të pejgamberit alayhis salam. Prandaj lereni të kullos këtë deve në tokën e Allahut. Kështu tha Allahu në Kur'an: "Lene në të kullos në tokën e Allahut", në surat Hud ajeti 64. O vëllezër, çdo popull ka zullumçar, ndonjëherë më shumë, ndonjëherë më pak. Edhe në këtë popull Allahu pi përmend 9 zullumçart. Edhe këtë ndodhi që jam të përmenj me një mesazh që dalmi ne ku jemi. 9 zullumçar mojnë mbledhje dhe çka me bë? I ka dalë punja te devja me marrë dhe me therr devën. Mirë po, Salihu me familjen e tij shumë i madh i veçantë, atëherë thotë ne do të mbledhemi gjithë 9, do ta bëjmë një kurth, ndërsa njëri nga ata e mor përsi për therrjen e devës. U përgatit dhe hyri në një streh, në një vend, në një kënd, për me gjetë, me ramë pusi dhe me marë me therë devën, të cilën
Allahu e kishte dërguar Salihut si mujize. Allahu në Kur'an e përmeni ve kana fil medinet tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Allahu thot në Kur'an, ata ishin 9 vet, i 10 e mund dhe e theri këtë deve, dhe gjithë kjo ka ndodh për shkak me ul autoritetin apo luftën e besimit që e thirke Salihu a.s. Gjatë kësaj kohë, kër e pa zullumin e tyre, Salihu i tha, hini në për shtëpijat e juve 3 dit. Hini në për shtëpijat e juve 3 dit. Dhe si zakonisht kër njerëz të kthejnë shpinën fjales Allahut, Allah i qonë dënim si që ka qute e popli Lutit, si që ka qute e popli Nuhit, si që ka qute e popli Musait të Firauni, dhe i ka përmbyt, disa i ka përmbyt me anije, me uj, me tufanin në kohën e Nuhit a.s. Disa me lufta, disa me varfri. Dhe këtë popull Allahu a dini me çka e ka dënuar? E ka dënuar me gurzi, dhe e ka dënuar me ftoft, dhe e ngrin njerëzit në pallatet e tyre, për shkak se nuk e kanë besuar porosin e fjales Allahut dhe të Salihut. Prandaj dobia dhe mësimet që vijnë nga historia e Salihut a.s. se të gjithë pejgamberët kanë thirrur në njëshmërinë e Allahut. Dhe e dyta, ai që ka e kthen shpinën fjalës Zotit dhe të pejgamberit, nuk ka mundësi me ndodh diç tjetër pas se vetëm dënimi i Allahut. Te neve sot o vëllezër, atynve Allah i ka qu bereqet, jenë marrë me bujqësi, jenë marrë me blegtori, kam pas shtëpia, kam pas pallate, kam pas gjanat shumta. Allahu pi përmend 9 vet, Allahu a thu vallë, kanë e dënojnë këtë popull? E dënojnë një aq ka e theri devën? I dënojnë 9 veta plus 1 10? Apo i dënoj gjithë popullin që ju shoqëruan dhe e përkrahën atë nanshin në krye me thersin e devës. Prandaj Allahu në Kur'an pyetjen e parë themi, Allahu e dënoi njënin, fanada sahibuhum fata'ata fa'aqar. Ata thirrën shokun e tyre e ai e murr dhe e theri devën. E dyta ishin 9 vet, ata e shoqëruan atë 10-in. Dhe e treta, Allahu i shkatroi jo njërin, jo 9, i shkatroi gjithë ata të tjerët. Prandaj Allahu dënimin ja vep gjithë atynve të cilët e përgënjeshtruan zanin ose thirrjen e Salihut a.s. Thirrjes në njëshmërinë e Allahut. I zuni tërmeti u dënuan dhe u shkatruan gjithë ai popull. U shkatruan mbytësi i devës, planifikues të saj dhe gjithë ata që heshtën. Mësimi jonë është, sot dikush e sulmon Islamin, dikush e sulmon Kur'anin, dikush e sulmon Muhammedin a.s. Dikush flet fjalë të këqija për Islamin, dhe dikush hesht, edhe ti që hesht e miraton hesht, do të thotë fjalën e tyre. Prandaj muslimani duhet me qenë në mbrojtjen e fjalës Allahut, në hakun, se ai i cili hesht në të keqe, ai është përkrahës i të keqes. E keqja është shtu, s'po du më ndalë se e dini vetë. Gjithë ditën në për media dhe rrjetet sociale, ne shpërndajmë lajme të këqija, ne shpërndajmë lajme të amoralitetit, ne shpërndajmë punë të fliqura dhe muslimanët janë në heshtje. Prandaj, lufta i takon çdo kujna me luftu dalaletin dhe ata që e luftojnë Islamin dhe vlerat e moralit. Islami thirr në besim, Islami thirr në iman, Islami thirr në moral me rujt avretin dhe moralin, dhe çdo sen që na ka thirr Allahu dhe pejgamberi. A janë një në rrjetet sociale që ban zullum, a janë 10 atje apo 100, ne e kemi obligim me rujt fejen ton, fejen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu mbi 90 vende në Kur'an e përmend rizkun, siç thot Hasan al-Basri rahimahullah. 90 vende në Kur'an Allahu e përmend rizkun që ta ka garantuar Allahu. Veç me një vend në Kur'an shejtani e rrezikon njeriu me vezvese duke thonë se ty ka më trok ky fukarallok, ka më trok, do të thotë kërcënon me varfri. Na shëve çfarë do diferencë. Na më shumë i besojnë shejtanit se ka më na rrok kriza dhe varfria se në atë që ta ka garantuar Allahu në 90 vende në Kur'an. E kemi fjalën jo veç varfri materiale, e kemi fjalën e varfrisë së shpirtit, edhe mendjes. Ne duhet i kthehemi Allahut të Madh dhe të luftojmë së bashku dukurit negative në shoqërinë tonë dhe maxhan, ta mbrojmë fejen e Allahut, besimin mbi të gjitha që e kemi obligim, se ai që e mbron fejen e Allahut, Allahu e mbron atë.
Ai që e mbron moralin e ka mbrojt shoqërinë, e ka mbrojt familjen, e ka mbrojt vajzën e vet, gruan e vet, nderin e vet dhe ashtu me radhë. E lutim Allahun e Madh që nga mësimet e Salihut që Allahu ka thënë pejgamber e pas ka thënë edhe argument devën dhe i ka thënë gjithë ato mirësi, ata i përmbysën, e refuzun, Allah i shkatroj. Mos harroni, Allahu na shkatron edhe neve nëse ne nuk e mbrojmë fenë e Allahut. Nëse ne nuk ndalim në ndihmë për me mbrojtë të vërtetën hakun, fjalën e Zotit dhe të pejgamberit alayhis salam. E lutim Allahun e Madh që ne të marrim mësime nga pejgambert e Zotit, të jemi besnik në fenë e Allahut, mos tradhtojmë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun e Madh që çdo sen që është vlerë, që buron nga Kurani dhe Suneti, ne ta kemi prioritet jetës tonë dhe mos t'ia lëm fejan vetëm hoxhallarëve dhe disave që e kanë marrë përsipër, por feja është hise gjithë neve ta mbrojmë fenë e Allahut. E feja e Allahut mbrohet ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, duke i thirrë njerëzit në vepra të mira, wal mu'minuna wal mu'minat, besimtar dhe besimtarët janë dashamir të njëri tjetrit, auliahum ba'd, ata janë dashamir, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ata janë të cilët largojnë thirrën në vepra të mira dhe largojnë nga veprat e këqija. Allahu na bëft nga ata që thirrim në vepra të mira dhe largojmë nga e keqja. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.